Ndër shikues, përshëndetje. Rendi ndërkombëtar është para një kolapsi dhe rrezikon të shembet hap pas hapi. Si i tillë, ky rend u ndërtua për të ruajtur paqen, për të mbrojtur njeriun dhe drejtën e popujve për vetvendosje, për të kufizuar dominimin e kombeve të fuqishme dhe të tjerëve përmes përdorimit të forcës. Rendi ndërkombëtar pas vitit 1945 u ndërtua mbi parimin se forca ushtarake duhej të kufizojë nga ligji. Politika amerikane e dekadave të fundit e ka kryer këtë parim përmes ndërhyrjeve ushtarake pa mandat të OKB-s, siç ishte pushtimi i Irakut në vitin 2003, përdorimit të sanksioneve si armë kolektive ndëshkimi, mbështetjes së aleatëve edhe kur ata shkelin hapur konventat e Gjenevës. Kjo krijon precedent. Nëse fuqia kryesore e sistemit e injoron ligjin, askush nuk ka më stimul ta respektojë atë. Mbështetja amerikane për operacione ushtarake shkatërruese, pa pasojë juridike për autorët, e rikthejnë luftën si instrument normal të politikës së jashtme. Kur OKB-ja, gjykatat penale ndërkombëtare apo organizatat të tjera injorohen ose kërcënohen me sanksione nga Washingtoni, ato humbin rolin e tyre si arbitra neutral. Pa institucione funksionale, rendi ndërkombëtar rrëshqet drejt anarkisë së kontrolluar nga fuqitë e mëdha. Për shumë shtete dhe popullsinë në jugun global, SHBA nuk shihet më si garant i rendit, por si forcë destabilizuese. Sipas ekspertëve, politika amerikane po e rrezon rendin ndërkombëtar jo sepse është vetëm një forcë destabilizuese, por sepse është aktor i kyç që ka fuqinë ta ruajë ose ta shkatërrojë atë. Për muaj me radhë, sulmi i pakufizuar Izraelit ndaj Gazës u paraqit nga aleatët perëndimor si një situatë komplekse sigurie. Por sot po bëhet gjithnjë më e qartë se ajo që ndodhi atje shënoi një pikë kthese historike. Momentin kur e drejta ndërkombëtare pushoi së funksionuari si normë universale dhe u shndrua në instrument selektiv të fuqisë, të zbatueshëm vetëm për ata që gëzojnë mbrojtje politike dhe ushtarake nga SHBA dhe Europa. Sipas ekspertes së politikave të lindjes mesme, Sumaya Ganushi, Gaza nuk përfaqëson një devijim nga rendi ndërkombëtar, por aktin hapës të një epoke të re, ku fuqia mbështetur nga SHBA ka hequr dorë edhe nga fasada e respektimit të ligjit dhe po vepron hapur përmes dominimit ushtarak, ekonomik dhe politik, pa frikën e ndëshkimit apo izolimit diplomatik. Analistët paralemrojnë se një botë ku ligji zbatohet vetëm për të dobtit dhe pezullohet për të fortët është thellësisht e paqëndrueshme, pasi ajo prodhon nacionalizëm, radikalizëm dhe një cikël të ri konfliktesh, duke bërë rendin global më të rrezikshëm se sa në periudhën e luftës së ftohtë. Për muaj me radhë, shumë kush paralemroi se sulmi i pakufizuar Izraelit ndaj Gazës nuk ishte thjesht një krim kundër palestinezëve, por një goditje fatale ndaj vetë idesë të drejtës ndërkombëtare. Ajo që po vihej në provë nuk ishte vetëm shkalla e dhunës izraelite, por nëse rregullat vazhdojnë të zbatoheshin fare, nëse pushteti do të mbetej i kufizuar nga ligji, apo nëse ligji do t'i hapte rrugë forcës brutale. Këto paralemrime u hodhën poshtë si egzagjerime. Shkruan Sumaya Ganushi, eksperte e politikave të lindjes së mesme. Pak kush i artikuloi më qartë pasojat se sa presidenti i Kolumbisë Gustavo Petro, i cili paralemroi se zgjedhja përpara botës ishte e ashpër dhe e pamëshirshme, ose të mbrojshin parimet ligjore të dizajnuara për të parandaluar luftën, ose të shihej sistemin ndërkombëtar teksa shembej nën peshën e politikës së pakontrolluar të fuqisë. Për miliarda njerëz në jugun global, paralemroi Pedro, e drejta ndërkombëtare nuk është një abstraksion, por një mburojë. Hiqë atë dhe mbeten vetëm grabiçarët. Ai kishte të drejtë. Gaza ishte akti hapës, jo një devijim apo një gabim i përkohshëm, por momenti kur një doktrinë stazionuar prej kohësh hodhi përfundimisht çdo kufizim. Ajo që u shpalos atje nuk ishte vetëm vrasje dhjetra mijëra palestinezëve, por vrasja e vetë ligjit dhe bashkë me të vlerës së jetës njerëzore. Për më shumë se 2 vjet, e drejta ndërkombëtare është bërë e pavlefshme, e shkelur njësoj si trupat e fëmijëve, mjekëve, gazetarëve dhe pacientëve të bombarduar në shtëpitë dhe spitalet e tyre, shkruan Ganushi. Kjo nuk u bë në fshehtësi, por para syve të botës. Gjermania e armatosi, Britania e justifikoi, Franca hezitoi, të tjerë ofruan heshtje të maskuar si kompleksitet. Institucionet që duhet të parandalonin krime të tilla qëndruan më njanë ose i mundësuan ato në mënyrë aktive.
bota e bindi veten se shembja e ligjit dhe zhvlerësimi i jetës njerëzore mund të përmbaheshin, se Gaza mund të trajtohej si përjashtim pa pasoja. Nuk mundej. Ka diçka groteske në faktin që Gjermania dhe Europa papritur rizbulojnë të drejtën ndërkombëtare kur presidenti amerikan Donald Trump flet për aneksimin e Grenlandës. Të njëjtat qeveri që për muaj me radh coptuan normat ligjore, furnizuan armë dhe neutralizuan llogaridhënien, ndërsa Gaza shkatrohej. Tani flasim me seriozitet për sovranitetin, rendin dhe rreziqet e pushtetit të pakufizuar. Pasi kanë armatosur një gjenocid, pasi kanë parë spitalet bombarduara dhe fëmijë të varrosur pa asnjë pasojë, tani tronditen nga ideja e shpërfilljes së kufive, përsa kohë që këta kufi janë europian, shkruan Ganushi. Gaza shënoi pikën kur pushteti mbështetur nga SBA pushoi edhe së shtiri respektimin e normave ndërkombëtare dhe filloi të veprojë hapur si dominim i imponuar me forcë. Ajo që po ndodh sot në Venezuelë nuk është një përshkallëzim, por zbatimi i saj. Rëmbimi i një kreu shteti dhe bombardimi i një kryeqyteti sovran janë deklarata. Ato shpallin një fazë të re të politikës globale, të zhveshur nga kufizimet, turpi dhe madje edhe nga pretenca e ligjshmërisë. SBA ka ndërhyrë dhunshëm në Amerikën Latine dhe Jugun global për më shumë se një shekull, përmes grushteteve, pushtimeve, sanksioneve, luftrave përfaqësuese dhe atentateve. Ajo që e dallon epokën Trump nuk është shpeshtësia e ndërhyrjeve, por forma e tyre, vlerëson Ganushi. Në atë që kritikët me të drejtë kanë quajtur doktrina Donro, parimi tani nënkupton diçka shumë më brutale. Të drejtën e pretenduar për të ndërhyrë dhunshëm, për të sekuestruar burime, për të dominuar nyje strategjike dhe për të përjashtuar rivalet me forcë. Venezuela nuk është destinacioni i kësaj doktrine, por demonstrimi i saj, një demonstrim që Trump e ka bërë të qartë se nuk do të përfundojë aty. Me Kubën dhe Meksikën tashmë ka sinjalizuar si objektiva të mundshëm të radhës. SBA do të kontrollojë për një kohë të pacaktuar shitjet e naftës venezueliane, do të menaxhojë të ardhurat përmes llogarive të kontrolluara nga shteti dhe do t'i përdorin ato si mjet presioni për të diktuar të ardhmen politike dhe ekonomike të Venezuelës. Venezuela nuk do t'jetë as e lirë të tregtojë sipas dëshirës së saj, por do të detyrohet të blejë ekskluzivisht mallra amerikane, pavarësisht kostos apo disponueshmërisë diku tjetër. Dhe kjo nuk lindi në vakum. Venezuela është nënshtruar sanksioneve amerikane që nga viti 2005, të cilat u intensifikuan ndjeshëm në vitin 2017 gjatë mandatit të parë të Donald Trumpit, duke përshkallëzuar përfundimisht në atë që tani ngjan me një blokadë. Rezultati ka qenë shkatrimi ekonomik dhe zhvendosja e gati 8 milion njerëzve nga një vend që zotron rezervat më të mëdha të provuara të naftës në botë. Ky kolaps nuk ishte aksidental, ishte i projektuar. Plani aktual nuk është një devijim nga kjo strategji, por kulmimi i saj. Paralelet me Irakun janë të pamohueshme. Edhe atje, sanksionet u shndruan në armë dhe katastrofa humanitare u ribrendua si politik. Programi OKB-s, naftë për ushqim, ishte vetë një përgjigje ndaj sanksioneve që kishin vrarë tashmë më shumë se gjysmë milioni fëmijë nga kequshqyerja dhe sëmundjet, shkruan Ganushi. Në krahasim, plani që po imponohet tani mbi Venezuelën është edhe më ekstrem. Pa mbikëqyrje të OKB-s, pa kornizë shumë palëshe, pa liri tregtie, vetëm SBA do të kontrollojë naftën, të ardhurat dhe kushtet e mbijetesës. Vija historike shkon edhe më thellë. Ajo që po imponohet Venezuelës pasqyron praktika koloniale më të hershme, si shkatrimi sistematik i industrisë tekstile të Indis nga Britania, apo luftrat e opiumit që e reduktuan Kinën në një treg të kapur me armë. E drejta ndërkombëtare u çmontua dërras pas dërrase, trup pas trupi. Kjo, sipas Ganushit, është epoka e gangsterizmit të hapur. Shtetet e Bashkuara kanë nisur vitin e ri me një ofenzivë të hapur ushtarake dhe politike që analistët e përshkruajnë si inaugurimin praktik të asaj që quhet doktrina Donro, një riformulim agresiv i doktrinës Monroe të vitit 1823, ku nën presidencën e Donald Trumpit, ndërhyrja, rrëmbimi i krerëve shtetëror dhe kontrolli i burimeve natyrore po shfaqen pa asnjë maskë ligjore apo morale. Sipas profesorit Joseph Massad,
Ajo që Washingtoni e paraqes si rikthim të ndikimit në hemisferën perëndimore, në realitet është një projekt global dominimi, pasi vetëm gjatë muajit të fundit, SBA ka ndërmarrë sulme ushtarake ose operacione destabilizuese kundër vendeve prodhuese të naftës në 3 kontinente, duke tejkaluar qartë kufit gjeografik të doktrinës tradicionale Monroe. Historia ndërhyrjeve amerikane për naftë që nga grushti i shtetit në Siri në vitin 1949 e deri te rrëzimi i qeverisë iraniane në vitin 1953 tregon se ajo që po ndodh sot nuk është risi, por vazhdimsi një politike të ndryshimit të regjimeve për përvetësimin e burimeve natyrore të vendeve sovrane. Shtetet e Bashkuara e nisën vitin e ri duke lançuar në mënyrë agresive të ashtu quajturën doktrina Monroe, riformulimin që presidenti Donald Trump i bën doktrinës imperialiste Monroe të vitit 1823, shkruan Joseph Massad, profesor i historisë dhe politikave moderne arabe në Universitetin Brown të New Yorkut. Ky neologjizëm, fatkeq, fitoi përdorim pas bombardimit amerikan të Venezuelës dhe rrëmbimit presidentit të saj Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij më 3 janar. Ndërsa doktrina pretendon përvetësimin amerikan të një sfere influencë në hemisferën perëndimore, në realitet, sipas Massadit, ajo përfaqëson një projekt global të marrjes kontrollit, jo shumë ndryshe nga politika standarde imperialiste e SBA-s që ka mbizotruar që nga lufta e dytë botërore. Vetëm gjatë muajit kaluar, SBA ka ndërmarrë një ofenziv kundër vendeve prodhuese të naftës në 3 kontinente, duke shkuar shumë përtej hemisferës perëndimore. Më 19 dhjetor dhe sërish më 10 janar, SBA bombardoi Sirinë, gjoja duke synuar operativ të ISIS-it që kishin vrarë 2 ushtarë amerikanë dhe përkthyesin e tyre më 13 dhjetor. Këta ushtarë ishin pjesë e më shumë se 2000 trupave amerikane që pushtojnë rajone siriane prodhuese të naftës, ku që nga viti 2014 kanë nxjerrë dhe shitur në naftë siriane duke përvetësuar të ardhurat. Ndërkohë, pas disa deklaratave kërcënuese të Trumpit se të krishterët e Nigerisë gjoja po vriten në 10 mira nga grupet xhihadiste, më 25 dhjetor, ai ndërmori një sulm ajror mbi vendin më të madh prodhues të naftës në Afrikë, si një dhuratë krishtlindjeje, duke vrarë 10 xhihadistë të supozuar me qëllimin e pretenduar të shpëtimit të krishterëve. Ai ka paralajmëruar më pas se do ta godasë sërish Nigerinë nëse të krishterët vazhdojnë të vriten. Trumpi e ka transferuar zellin e tij ndërhyrës edhe në Azi, ku u bën thirrje iranianëve të vazhdojnë protestat dhe deklaroi se ndihma është rrugës pasi më 28 dhjetor shpërthyen protesta masive antiqeveritare dhe të rrezira në mes të një krize ekonomike në thellim. Në Amerikën e Jugut, sulmi i palitshëm i Trumpit ndaj Venezuelës, i cili vrau më shumë se 100 persona, dhe deklaratat e tij pasuese se SBA tani do ta drejtojnë këtë vend që rastësisht zotron rezervat më të mëdha të përvuara të naftës në planet, kanë nxjerrë në pah rolin qendror të naftës në doktrinën aktuale imperialiste të Washingtonit, vlerëson Massad. Trump tani ka vënë në shënjestër Grenlandën, një territor gjysmë autonom danez me potencial të madh nafte që prej kohësh ka tërhequr interesin amerikan, duke kërcënuar Danimarkën me forcë dhe duke hartuar plane ushtarake për pushtimin e ishullit, duan apo nuk duan ata. Këmbgulja e SBA-s për të kontrolluar naftën e botës ka 2 dimensione: ruajtjen e kontrollit mbi çmimet e naftës dhe sigurimin që dollari të mbetet monedha e vetme për tregtinë e energjisë, si dhe kontrollin e eksporteve dhe aksesit në naftë në mënyrë që kufizojnë rivalin e saj kryesor ekonomik, Kinën. Këto nuk janë shqetësime të reja për elitat imperialiste amerikane, vlerëson Massad, por kthehen në periudhën pas luftës së dytë botërore, kur Washingtoni vendosi një politikë të ndryshimit të regjimeve për të përvetësuar naftën e vendeve sovrane anëmban botës. Grushti i parë i shtetit i sponsorizuar nga CIA pas luftës së dytë botërore u krye në mars 1949 në Siri, duke rrëzuar presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike, Shukri al-Quwatli, dhe duke instaluar kolonelin Husni al-Zaim, i cili bashkëpunoi me SBA-n dhe Izraelin për ta zëvendësuar. Nuk është për të habitur që motivi ishte nafta. Refuzimi i al-Quwatlit për të lejuar amerikanëve ndërtimin e tubacionit trans-arabian, Top Line, për të transportuar naftën saudite, atëherë në pronësitë korporatave amerikane përmes Sirisë drejt Mesdheut, duke anashkaluar transportin e kushtueshëm përmes kanalit të Suezit, solli zemërimin e perandorisë mbi të. Al-Zaim e miratoi menjëherë planin e Top Line-it dhe nisi negociata me Izraelin për skema që synonin dëbimin e popullit palestinez drejt Irakut.
Pas grushtit të shtetit, Taplajn u ndërtua përmes lartësive të Golanit, duke përfunduar në Sidon të Libanit. Pas pushtimit dhe okupimit izraelit të Golanit, sauditët, sirianët, libanezët dhe jordanezët pranuan kontrollin izraelit mbi 50 kilometra të tubacionit, shkruan Masat. Fronti Popullor për Shlirimin e Palestinës e hodhi në erë Taplajnin më 30 qershor 1969, duke derdhur mes 6.000 dhe 9.000 ton naftë në liçenin e Tiberiadës dhe duke shkaktuar humbje të mëdha financiare për sauditët dhe kompanitë amerikane të naftës. Taplajn vazhdoi të pomponte naftë përmes territorit të pushtuar nga Izraeli deri në vitin 1976, kur transporti me cisterna u bë më i lirë. Grushti i dytë i shtetit i sponsorizuar nga SBA-ja në epokën e pasluftës ishte rrëzimi në gusht vitit 1953 i qeverisë iraniane të kryeministrit Mohammed Mossadegh, i cili kishte shtetëzuar naftën iraniane që deri atëherë po grabitej nga kompanitë britanike të naftës. Operacioni Ajax, siç u quajt, ishte një përpjekje e përbashkët e CIA-s dhe MI6-s angleze. CIA punsoi bandit për të organizuar demonstrata pro shahut, transportoi qindra njerëz në Teheran për të marrë pjesë në protesta të rreme antiqeveritare dhe për të ngazmuar marshuesit pro Mossadegh. Grushti i shtetit e riktheu në pushtet shahun thellësisht u rryer, i cili menjëherë lehtësoi vazhdimin e grabitjes së vendit të tij nga kompanitë perëndimore të naftës. Ndërhyrja e fundit e SBA-s në Iran, që nga veprimet subversive deri te kërcënimet e hapura për pushtim, është vetëm një tjetër përsëritje e asaj që Washingtoni ka bërë në këtë vend që nga lufta e dytë botërore. Asgjë nga ajo që ka ndodhur gjatë muajit të fundit nuk është e re. Washingtoni mund të ketë frikë se çdo sulm amerikan ndaj Iranit do ta shtyjë vendin të bombardojë puset e naftës në gjithë gjirin, duke tronditur tregun e naftës. Irani tashmë ka kërcënuar se do të godas bazat amerikane në rajon, të shpërndara në vendet arabe prodhuese të naftës dhe në Jordani. SBA tashmë po lëvizin për të kontrolluar naftën e Libis pas sponsorizimit të rrëzimit të Muammar Gaddafit në vitin 2011, së bashku me aleatët europian, si edhe fushat e naftës së Sirisë dhe tani ato të Venezuelës me Grenlandën dhe Nigerinë në shënjestër. Kjo mund të shihet si një plan rezerv për kontrolluar rrjedhën e naftës në botë, përveç asaj të Rusisë, në rast të një goditjeje iraniane ndaj puseve të naftës në gjirin persik. Kjo do t'i mundsonte SBA-s të godiste ekonominë kineze në mënyrë më efektive. Ky mund të jetë pikërisht qëllimi qendror i doktrinës Monroe, një projekt që nuk synon vetëm hemisferën perëndimore, por gjithë globin. Në fakt, zhvillimet e ditëve dhe javëve në vijim ka gjasa të zbulojnë se deri ku shtrihet kjo agjend. Shkruan në analizën e tij profesori Joseph Masad. Shekulli 21 po shënon një kthim historik drejt një rendi ndërkombëtar të ngjashëm atu të shekullit 19 dhe fillimit të shekullit 20, kur politika e jashtme ishte imperialiste dhe koloniale, e përqendruar në garën për burime natyrore, vlerëson ish diplomat italian Marco Carnelos. Sipas tij, ndërhyrjet e SBA-s në Venezuelë me synimin e kontrollit të rezervave të saj gjigante të naftës dhe kërcënimet ndaj Kanadas dhe Grenlandës tregojnë se periudha e diplomacisë anijeve luftarake është rikthyer në një formë moderne. Zgjerimi i influencës amerikane nuk kufizohet në Amerikën Latine. Ndërhyrjet në Siri dhe Libi, kërcënimet ndaj Iranit, si dhe koordinimi me Izraelin në lindjen e mesme për kontrollin e burimeve dhe ruajtjen e dominimit në gjirin persik dhe detin e Kuq, tregojnë një agjendë globale që nuk njeh kufi kontinental, duke vënë në provë institucionet ndërkombëtare dhe rregullat e ligjit ndërkombëtar. Me agimin e vitit të ri, rendi botror i bazuar në rregulla dha frymën e fundit. Vlerëson Marco Carnelos, ish diplomat italian. Pas një sëmundjeje të gjatë, vdekja e tij erdhi me ndërhyrjen e SBA-s në Venezuelë dhe rrëmbimin e presidentit Nicolás Maduro, si dhe me mosreagimin e vendeve europiane aleate të Washingtonit. Me pak përjashtime të dukshme, ata u përpoqën pas sukses ta justifikonin këtë shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare, shkruan ai. I ashtu quajturi rend botror i bazuar në rregulla ishte një koncept i përshtatshëm i shpikur nga qarqet politike perëndimore për të zëvendësuar nocionin më detyrues dhe më të fortë të respektimit të së drejtës ndërkombëtare. Rregulli është në përgjithësi një term më i dobës se ligji.
Tipari kryesor i këtij koncepti është se rregullat e tij, të cilat gjithsesi janë shumë lirshëm të përcaktuara, janë detyruese për çdo vend të botës, përveç demokracive perëndimore dhe mbi të gjitha SHBA-s. Dekada e fundit e shekullit 20 dhe 2 dekadat e para të shekullit 21 kanë ofruar prova të bollshme të këtyre standardeve të dyfishta, shkruan Karnelos. Zbatimi i tyre më i dukshëm ka qenë mënyra krejtësisht e ndryshme se si janë trajtuar Rusia dhe Izraeli vitet e fundit. Në fakt, shekulli 21 sapo ka kaluar çerekun e parë problematik, të shënuar nga një çrregullim global gjithnjë më i përhapur. Sistemi ndërkombëtar po kthehet drejt atij që karakterizonte shekullin 19 dhe fillimin e shekullit 20, kur politika e jashtme ishte thelbësisht imperialiste dhe koloniale, e përqendruar kryesisht në garën europiane për burimet natyrore në Afrikë dhe Azi. Sot, SHBA-ja pozicionon burimet natyrore të Venezuelës, nesër do t'i kthehet atyre të Kanadas, Meksikës dhe Danimarkës, kësaj të fundit përmes Grenlandës, vlerëson Karnelos. Shekulli 19 dhe fillimi i shekullit 20 shënuan një periudhë historike të përshkruar si epoka e diplomacisë anijeve luftarake, duke i referuar mjetit të preferuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. Në atë kohë, çdo fuqi e madhe ishte angazhuar në krijimin e sferës së vet të ndikimit. Me fjalë të tjera, marrëdhëniet ndërkombëtare të sotme po kthehen 2 shekuj pas. SHBA-ja madje ka kodifikuar këtë normalitet të ri në politikën ndërkombëtare përmes strategjisë së saj më të fundit të sigurisë kombëtare, e cila riafirmon hegemoninë e saj ekskluzive në hemisferën perëndimore. Ajo që dikur quhej doktrina Monroe, e shpallur në vitin 1823 nga presidenti i 5 i vendit, tani është riemëruar doktrina Donroe, si një homazh për udhëhecin aktual. Në përputhje me këtë doktrinë, Venezuela jo vetëm që u sulmua dhe presidenti i saj u rrëmbye, por administrata Trump tani pretendon hapur se autoritetet e përkohshme të vendit duhet të ndjekin udhëzimet e SHBA-s, duke lejuar që rezervat gjigante të naftës nën tokën e saj të kontrollohen dhe menaxhohen ekskluzivisht nga kompanitë amerikane. Duke marrë parasysh justifikimin zyrtar të përdorur për sulmin e Venezuelës, kontrabandën e drogës drejt SHBA-s, të cilën amerikanët e kanë përkufizuar si kërcënim ekzistencial, logjikisht në radh duhet të vinë Kolumbia dhe Meksika, nga ku sasi shumë më të mëdha droge dërgohen në SHBA. Se përket veriut, situata duket edhe më e ndërlikuar, me pasojë potencialisht shumë më serioze. Oreksi grabitçari i administratës Trump shtrihet edhe ndaj Kanadas dhe Grenlandës, kjo e fundit nën sovranitetin e një aleati tjetër të NATO-s, Danimarkës, shkruan Karnelos. Kanadaja është furnizuesi kryesor i naftës së rënd për SHBA-n, ndërsa Grenlanda është shndruar papritur në një interes kyç sigurie, me presidentin Donald Trump që pretendon pa baza se ishulli është i rrethuar nga anije kineze dhe ruse. Mes pretendimeve të ngjashme të pabazuara për kontraband droge nga Venezuela, ai mund të këmbgulë së shpejti se substanca e bardhë që mbulon Grenlandën nuk është bor, por kokainë, shkruan Karnelos. Çdo veprim amerikan kundër aleatëve si Kanadaja dhe Danimarka, sado absurd që mund të tingëllojë, do të nënkuptonte fundin praktik të NATO-s. Dhe ndërsa SHBA-ja e ndihen veten të autorizuar të pretendojë sferën e vet të ndikimit në hemisferën perëndimore, ajo nuk është e gatshme t'u njohë të njëjtën të drejtë fuqive të tjera të mëdha, si Kina në Azinë Lindore apo Rusia në Europën Lindore. Sfera më të vogla, por jo më pak të rëndësishme ndikimi, po shfaqen edhe në rajone të tjera. Izraeli është rasti më i spikatur, pasi përdor forcën kundër Sirisë dhe Libanit dhe shfryzon lidhjet në gjirin persik dhe detin e Kuq nën petkun e zgjerimit të marrëveshjeve të Abrahamit. Tel Avivi ka hyrë gjithashtu në një martesë gjithnjë më të ngushtë interesi me Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa ka zgjeruar kontaktet me Azerbajxhanin, kryesisht për ta mbajtur Iranin nën vëzhgim të afërt. Turqia, shkruan Karnelos, mund të shndrohet së shpejti në konkurrentin kryesor të Izraelit, përmes koordinimit të ngushtë me Katarin dhe mbështetjes financiare të këtij fundit. Ankaraja tashmë është shumë aktive në Libi, Siri dhe Irak dhe nuk i fsheh ambicjet për të luajtur rol në Gaza dhe Liban. Kjo e fundit do të ishte logjike, duke pasur parasysh ndikimin e saj të fortë në Siri. E gjithë kjo mund të ndes alarmet në oborrin mbretëror saudit, i cili kohët e fundit ka treguar forcë duke ndërmarrë veprime vendimtare në Yemen kundër rivalit të gjirit, Emirateve të Bashkuara Arabe. Riyadhi ka bërë publike edhe koordinimin e tij në rritje me fuqinë e tretë bërthamore të Azisë Perëndimore, Pakistanin. Sa i përket Iranit, i cili po përballet sërish me trazira të brendshme,
ai do të jetë me fat nëse arrin të ruaj disa shtylla të mbetura të boshtit rezistencës dikur friksuese që shtrihen në Irak, Yemen dhe një Hezbollah të dobësuar. Edhe njëherë, europianët do të mbeten të marginalizuar në këtë lojë të madhe të re globale, të përqendruar te burimet natyrore. Franca po humbet vazhdimisht ndikimin në Afrikë, ndërsa Britania globale pas Brexitit deri tani ka rezultuar një dështim i plot. Shekulli 21 po përjeton kështu momentin më transformues të sistemit ndërkombëtar në gati 100 vjet. Një gare re globale për burimet natyrore, po zhvillohet nën petkun e sferave të ndikimit. Nëse kjo është normalja e re, një konferencë moderne globale e Jaltës mund të bëhet shumë shpejt e domosdoshme. Sfida e vërtet për aktorët kryesor do të jetë se kush ulet në tryez dhe kush është në meny, shkruan në analizën e tij ish diplomat italian Marco Carnelos. Pamjet e 3 janarit nga Venezuela ishin më shumë se spektakël, vlerëson gazetari nga Pekini Jan Lubi. Sipas tij, ato ishin një demonstrim i qartë i pushtetit absolut amerikan, ku operacioni vendosmëri absolute shënoi rrëmbimin e presidentit Nicolas Maduro dhe bashkëshortes së tij, duke shpërfaqur një strategji që kombinon frikën, shokun dhe kontrollin mbi burimet jetike, ndërsa Washingtoni përpiqet të tregojë se sovraniteti i vendeve të vogla është i kushtëzuar nga miratimi amerikan. Bi shton se fitimet e operacionit janë afatshkurtra. Maduro është larguar dhe rrjedhja e naftës do të drejtohet nga SBA-ja, por kostoja afatgjate për stabilitet politik, besimi rajonal dhe rendi ndërkombëtar është e pallogaritshme. Hemisfera e sunduar nga frika ushqen radikalizmin, nacionalizmin anti-amerikan dhe ka nevojë për mburojtje të re për të mbrojtur sovranitetin dhe të ardhmen ekonomike të popullsive lokale. Pamjet e 3 janarit ishin padyshim kinematografike. Operacioni vendosmëria absolute, goditja rrufeshme ndaj Venezuelës dhe rrëmbimi i Nicolas Maduros dhe bashkëshortes së tij drejt SBA-s u konceptua për të projektuar pushtet absolut, shkruan gazetari nga Pekini Jan Lubi. Ishte pikrisht ai lloj teatri gjeopolitik që administrata e dytë Trump e ka për zemër, një demonstrim force dërmuese që zgjidh një ngërsh kompleks 10 vjeçar brenda një nate, përmes shokut dhe frikës. Në Washington, humori mes mbështetësve është triumfues. Oborri i pasmë është vënë nën kontroll dhe rrjedhja e naftës jetike po sigurohet. Megjithatë, ndërsa tymi shpërndahet mbi Caracas, një pyetje thelbësore kërkon përgjigje. A mundet një politik e ndërtuar tërësisht mbi shtrëngim të zhveshur të shndrohet ndonjëherë në ndikim të qëndrueshëm? Në llogarinë e ftohtë të gjeopolitikës, Shtetet e Bashkuara padyshim kanë fituar betejën për territorë dhe burime. Për ta kuptuar pse, duhet parë përtej suksesit taktik të menjëhershëm dhe të analizohet paradigma strategjike që e bëri të mundur atë. Ky nuk ishte thjesht një operacion kundër narkotikëve, ishte pagëzimi i dhunshëm i korralit Trump, një mutacion hiperagresiv i doktrinës Monroe të vitit 1823, i përshtatur për shekullin 21, vlerëson Bi. Kjo doktrinë e re heq dorë rrënjësisht nga pretendimi për vlera demokratike të përbashkëta, që sado të papërsosura kanë karakterizuar qaset e mëpashme amerikane ndaj rajonit. Në vend të kësaj, ajo përqafon një këndvështrim thjesht transaksional të hemisferës. Si tregojnë të dhënat e mbrojtjes, numri total i sulmeve ajrore gjatë 4 viteve të administratës Biden ishte 555 dhe është tejkaluar vetëm në vitin e parë të rikthimit të Trumpit në pushtet me 626 sulme. Ky fakt është thelbësor. Ai dëshmon se dhuna në Venezuelë nuk është një përjashtim, por një element përbërës i një strategjie më të gjerë, ku diplomacia zëvendësohet nga dominimi kinetik me frekuencë të lartë, nga objektet bërthamore iraniane të qelizat terroriste në Somali dhe Nigeri, e tani edhe te kryeqytetet e Karajibeve. Për dekada, SBA-ja është përpjekur të kapërcej trashëgiminë e ndërhyrjeve të saj të shekullit 20, grushtet e shtetit në Kili dhe Guatemala, pushtimin e Panamas. Megjithatë, gjithmonë ka ekzistuar një aspiratë mbetur drejt një rendi të bazuar në rregulla, një ndjesi se e drejta ndërkombëtare ofronte një farë mburoje për vendet e vogla kundër kolosit veriut. 3 janari e shkatroi atë mburojë, vlerëson Bi, duke anashkaluar Këshillin e Sigurimit të OKB-s, duke injoruar imunitetin sovran dhe duke kryer një operacion për ndryshim regjimi mbi bazën e urdhrave ekzekutiv të brendshëm amerikan,
Washingtoni ka dërguar një mesazh të frikshëm për çdo kryeqytet nga Mexico City deri në Santiago. Sovraniteti është i kushtëzuar nga miratimi amerikan. Siç paralajmëroi me larg pamësi bordi editorial i The New York Timesit në lidhje me karakterin e Trumpit, një udhëheqës që përçmon normat brenda vendit do ta projektojë në mënyrë të pashmangshme atë kaos edhe në arenën ndërkombëtare. Ndikimi psikologjik në rajon është frikë e thellë, jo afeksion. Kur siguria e një vendi valet tërësisht nga shmangja e zemrimit të një superfuqie të paparashikueshme që e sheh të drejtën ndërkombëtare si një sugjerim të thjeshtë, marrëdhënia që krijohet është nënshtrim i hidhur, jo partneritet. Nuk mund t'i bombardosh njerëzit që të pëlqejnë. Mund t'i bombardosh vetëm që të binden, dhe kjo zgjat vetëm për aq kohë sa bombarduesit janë mbi kokat e tyre, shkrua mbi. Korali Trump i ofron Amerikës Latine një propozim brutal: bindje në këmbim të mbijetesës dhe nxjerrje burimesh të menaxhuara nga kompania amerikane. Rindërtimi i premtuar i Venezuelës perceptohet gjithsesi në jugun global jo si ndihmë, por si konfiskim neokolonial, një marrje armiqësore e pasurive kombëtare në nënkërsnimin e armëve. Për një president pragmatik të Amerikës Latine, qoftë nga e majta në Brazil apo nga qendra e djathtë në Kili, zgjedhja po bëhet alarmuese me qartë. Modeli amerikan është me rrezik të lartë dhe kërkesa të larta, duke imponuar rreshtim politik që shpesh e tjetërson popullsinë vendase. Modeli kinez, sipas gazetarit Jian Lubi, përkundrazi, ofron multilateralizëm fitim-fitim, të përqendruar te zhvillimi ekonomik pa ligjërata morale. Pasojat e menjëhershme të sulmit të Venezuelës e ilustrojnë këtë dinamik në mënyrë të përkryer. Kina po shmang me kujdes një përballje të drejtë për drejtë ushtarake me një administratë amerikane të paqëndrueshme, ndërkohë që po pozicionohet si mbrojtëse e së drejtës ndërkombëtare dhe si mburoje e jugut global kundër bullizmit perëndimor, shkruan gazetari Jian Lubi. Në këtë kontekst, mendjet e udhëheqësve të Amerikës Latine po nxjerrin një përfundim pragmatik. Për të mbijetuar korrelarit Trump, ata duhet të hedhin hapa mbrojtës agresiv. Ata nuk mund të përballojnë ta provokojnë arushën amerikane që po shfrenon në oborrin e tyre, por as nuk mund t'i besojnë asaj ruajtjen e shtëpisë së tyre, vlerëson Bi, i cili shton se përgjigjja strategjike pashmangshme për rajonin do të jetë thellimi i lidhjeve ekonomike dhe diplomatike me Europën dhe sidomos me Kinën, si një policë sigurimi kundër paparashikueshmërisë amerikane. Fitimet avashkurtra të kësaj qasjeje janë të prekshme. Maduro është larguar dhe rubinetet e naftës së shpejti do drejtohen nga SBA-ja, por kostot afatgjata janë të pallogaritshme. Një hemisferë sunduar nga frika është në thelbe paqëndrueshme. Ajo ushqen nacionalizmin, nxit radikalizmin anti-amerikan dhe e bën alternativën e ofruar nga Pekini jo thjesht tërheqëse, por thelbësore për mbijetesën kombëtare. SBA-ja ka dëshmuar edhe një herë se zotron aftësinë ushtarake për të shtypur çdo kundërshtim në hemisferën perëndimore brenda pak orësh, por në shekullin 21, epërsia e qëndrueshme nuk ndërtohet mbi aftësinë për të shkatruar. Ajo ndërtohet mbi aftësinë për të krijuar prosperitet të përbashkët dhe për të ruajtur respekt reciprok, shkruan Bi. Duke zgjedhur rrugën e anijes luftarake në vend të asaj të partneritetit, Amerika mund ta ketë siguruar naftën e Venezuelës, por ka humbur përfundimisht besimin e Amerikës Latine. Përfundon shkrimin e tij gazetari nga Pekini, Jian Lubi. Ishte kjo e tëra të ndëruar shikues, faleminderit që na ndoqët dhe miru takofshim sërish javën e ardhshme.